Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Halleluja. Kur shumë pelegrin shkonin tek Shën Serafimi i Sarovit, të cilët ishin njerëz që nuk kishin kohë për të bërë lutjet e gjata siç ka tradita e Kishës ortodokse, mëngjesore, mbrëmsore, pasdar, sepse ishin njerëz të angazhuar me punë të përditshme, dhe i kërkonin Shën Serafimit një formë lutje që ata ta bënin gjatë ditës, por edhe bënin dhe punët e përditshme. Atëherë Shën Serafimi i thot një formë lutje këtyre njerëzve që në herët në mëngjes, kur ata të ngrihen dhe të fillojnë në ditën, para se të fillojnë ditën të bëjnë këtë lutje. 3 herë aty që je në qiell, 3 herë gëzoj plotë Zoti është bashkë me ty, e bekuarja me zgrave bekuar shpema e barkut tënd, se linde shpëtimtaren e shpirteve tona, dhe një herë simbolin e besimit. Pastaj, gjatë ditës, thoshte Shën Serafimi, të thoni lutjen e shkurtër që ka Kisha ortodokse, lutjen e doganjerit. Zot Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin, ose siç quhen ndryshe edhe lutja e Isuit. Dhe ta thoni tha me zë kur jeni vetëm dhe me mendje kur jeni me tjerët. Kjo deri në drekë. Mbas drekës të thoni e përmishenjë të lindse Mari shpëtona, dhe para se të flini gjumë, përsëritni përsëri atë që bët në mëngjes, pra lutjen 3 herë aty, 3 herë gëzojë plotë dhe simbolin e besimit. Me këtë lutje thoshte Shën Serafimi, jo vetëm që do t'jeni në komunikim me Perëndin dhe do realizohen dhe të zgjidhen problemet tuaja, por ju dhe do shenjtëroheni. Madje kur Shën Serafimi u larguar tek Zoti, në qelinë e tij u gjet dhe një libër i cili kishte shumë dëshmi nga njerëz që ishin shpëtuar nga kjo lutje, ishin bërë mrekulli. Prandaj edhe sot neve do të flasim për këtë lutje, që quhet lutja e Isuit ose lutja e zemrës. Kjo lutje është një lutje shumë e shkurtër që ne e themi: Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin. Dhe mund themi që është nga format më të lashta të lutjes drejtuar Perëndis dhe një nga traditat e Kishës lindore. Kjo lutje rrjedh nga përvoja e murgjeve, duke filluar që nga shekulli i 4, murgjeve të Egjiptit, të cilët kërkonin mënyrën për të ruajtur mendjen në praninë të Zotit pa ndërprerje, pra me një lutje të shkurtër. Etrit e quanin këtë lutje lutja e pandërprerë, duke i referuar dhe fjalëve të apostullit Pavlit, i cili në letrën drejtuar Selanikasve i thot të krishterëve të Selanikut, por krishterëve në çdo kohë, lutuni pa pushim. Kuptimi shpirtëror dhe përbërësit e lutjes janë: lutja përbëhet nga 4 pjesë, flasim për këtë lutje, Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mëkatarit, që etrit e interpretojnë si hapa shpirtëror. E para, ne lutemi Zoti Jezu Krisht, që me anë të kësaj ne pranojmë Zotin si një qenie të gjallë dhe një shpëtimtar të vetëm. Pastaj themi biri i Perëndis. Dëshmia e besimit të drejtë ortodoks se Jezu Krishti është biri i vetëm lindur i Atit, ashtu si dhe kur Krishti i pyeti apostujt, kush thoni ju se unë jam? Atëre apostulli Petro foli në emër të gjithë apostujve dhe i tha: Ti je Krishti, biri i Perëndis së gjallë. Dhe Jesusi duke përgjigj tha: I lumur je ti, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as gjaku, por Ati im që është në qiell. Dhe mbi këtë shkëmb, pra mbi pohimin tënd që Jezu Krishti është biri i Perëndis, unë do ndërtoj kishën time, dhe portat e ferrit edhe po të hapen nuk do ta dëmtojnë. Pra, kisha është ndërtuar në këtë pohim që tha apostulli Petro, jo thjesht tek apostulli Petro, por në pohimin e tij Jezu Krishti, biri i Perëndis. Por themi edhe mëshiro. Thirrje për të ardhur hiri hynor, jo vetëm për faljen e mëkateve, por dhe për ndriçim edhe për shërim të shpirtit.
mua mëkatarin, është porësia e thellë që ne e pranojmë veten si mëkatar të padenj përpara Zotit Jezu Krisht, dhe kjo është themeli i pendesës së vërtetë. Pra, e thash dhe në fillim, kjo lutje quhet dhe lutja e doganjerit ose ta gramblecit që vajti në tempull. Ndryshe nga fariseu i cili thoshte lutje të gjata, duke lavdëruar veten dhe akuzuar të tjerët, ta grambletsi tha vetëm të fjalë: "Mëshiro mua mëkatari." Prandaj edhe këtë lutje kanë marrë murgjit e lash, pra duke filluar që nga shekulli 4, të cilët e ndjenin veten mëkatar dhe donin që ta përqendronin mendjen e tyre bashkë me zemrën drejtuar Zotit, me një lutje të shpejtë, të shpeshtë dhe pa ndërprerje. Prandaj u gjet dhe kjo lutje e marrë nga shkrimi i shenjtë: Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin. Fakti që lutja i drejtohet Isuit si Zot dhe Krishtit si biri i Perëndis është se ajo është qendra e besimit të zbuluar nga Perëndia në shpirt, që Isui është Krishti dhe që Krishti është Zoti, dhe kjo është, siç thash, është esenca e besimit tonë të krishterë, themeli i kishës. Pra, të shpallësh dhe të besosh se Jezu Krishti është Zot, kjo nuk bëhet thjesht nga intelekti njerëzor, por bëhet nga shpirti i shenjtë. Sepse, si thot përsëri apostulli Pavli në letrën e drejtuar Korintasve, asnjë nuk mund të thotë se Jezu Krishti është Zot vetëse nëpërmjet shpirtit të shenjtë. Po ashtu te letra e drejtuar Filipianëve, apostulli Pavli na thot përsëri: çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot për lavdit të Perëndis atë. Prandaj, ku ne themi këtë lutje, Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, ne nuk është se shkëputemi nga Perëndia atë dhe komunikojmë vetëm me birin, por duke bashkuar me birin, ne bashkohemi edhe me atin. Ashtu si edhe Zoti Jezu Krisht tha në lutjen kryepriftërore, ashtu si ti u atje në mua dhe ata të jenë në mua dhe unë në ty, dhe kështu të jemi një. Prandaj, nëpërmjet Jezu Krishtit, duke thirrur emrin e Zotit Jezu Krisht, do thotë që ne pranojmë, njohim dhe bashkojmë me Perëndin atë që është ati i Isuit, por është dhe ati ynë. Dhe kjo bëhet me anë të shpirtit shenjtë, sepse kur thrasim emrin e Zotit Jezu Krisht, shpirti i atit, që është edhe shpirti i birit, vjen brenda nesh, dhe ky shpirt i shenjtë lutet në shpirtin ton Aba o At. Dhe prandaj kjo lutje e sjell shpirtin e shenjtë brenda shpirtrave ton. Kështu, kur lutesh Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, është tashmë që na jepet ne mundësia që të jemi dhe ne birë të Perëndis, dhe duke u bashkuar me Krishtin me anë të shpirtit shenjtë. Në këtë mënyrë, lutja e Isuit sjell shpirtin e shenjtë brenda zemrës të njeriu, dhe njeriu nga një krijesë e çfarëdoshme, madje edhe mëkatare, ai jo vetëm restaurohet si ikonë e Perëndis, por ai bëhet i ngjashëm me Perëndin, bëhet një Krisht. Lutja e Isuit përdoret në parimin në 3 mënyra. Së pari, ashtu si në vargun përdoret për lutjen e zemrës, pra që do të thotë ne lutemi në qetësi dhe që quhet metoda isihaste e lutjes. Lutja e dytë është lutja mendore e pandërprer, e vazhdueshme e besimtarëve jashtë traditës isihaste, pra që e themi gjithmonë. Dhe lutja e tretë, ose mënyra e tretë e thënies së saj lutje, është ku ne themi kur ndodhemi në rreziqe. Pra, mund themi se janë 3 forma. Lutja isihaste, kur jemi në qetësi absolute dhe e themi këtë lutje bashkimi i mendjes me zemrën, që këtë e arrin murgjit o shënarët. Lutja që ne e themi me mendjen tonë, me zë ose pa zë, që e thonë pothuajse gjithë besimtarët, dhe siç thash, dhe lutja kur kërkojmë ndihmë ose mëshirën e Zotit, Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin. Ne të referohemi thënieve të shenjtorëve dhe eksperiencës së tyre duke marrë nga libri i Filokalis, që është një libër që na përmbledh jetët, thënjet dhe
mrekullitë e shenjtorëve o shënar. Një ndërta dhe i pari, i cili është dhe baba i murgjeve, është Shën Antoni Malli i shekullit të 4. Tek libri i Filokalis na theksohet për këshillat që jepte Shën Antoni për lutjen e shkurtër dhe të pandërprerë. Shikoni çfarë thot ai. Mos u lut sikur Zoti nuk të sheh, por qëndro si përpara atij, sepse ai është në ty dhe të dëgjon. Mos fol shumë, por thirr me zemër, më shpëto o Zot, dhe ai do të dëgjoj. Këtu pra, tek eksperienca e Shën Antonit të Madh, kemi dhe fillimet e kësaj lutje që është përdorur pastaj më vonë nga kisha e lutjes Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin. Shën Evangri i Pontit, përsëri ky shekulli të 4, thotë: nëse do të lutesh siç duhet, jepi vetes paqe dhe përulësi, dhe do të gjesh qetësinë. Mos u përpiq të flasësh shumë, por thirr shpesh dhe me besim: Zot, mëshiro. Pra, Shën Evangri është i pari që flet për lutjen e thjesht me një fjali. Dhe, si thash, bas me Shën Antonin, janë shenjtorë pararendës të cilën nxitën që më vonë të formuluhet lutja e shkurtër: Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin. Një tjetër shenjtor, Shën Hesekiu i Sinait, ky është i shekullit të 7 dhe të 8, përsëri ai na thot dhe na jep këshilla për bashkimin e mendjes së me zemrën, duke përmendur lutjen e Isuit. Lutu gjithmonë me këtë lutje të shenjtë: Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua. Pra, shikoni se në këtë kohë lutja tashmë ishte përcaktuese dhe përdorej nga të gjithë etrit. Këtë thirrje mbajë në zemër dhe ajo do të pastrojë shpirtin si zjarr që shkrin metalin. Nëse e ruan kujtesën e Zotit me këtë lutje, do të shohësh në shpirtin tënd dritën e tij si diell në mes të zemrës. Pra, këtu na fletet për dritën e pakrijuar, për energjitë e Zotit, të cilat i shpjegoi shumë qartë më vonë Shën Grigor Pallamaj. Kemi Shën Grigor Sinaiti, shekulli i 13 dhe i 14, që përsëri ai na flet për këtë lutje. Pra, i përmendim këta etër që kanë jetuar në kohra të ndryshme, në shekuj të ndryshëm, për na treguar se kjo lutje ka qenë bazike e jetës së tyre asketike ose isihaste. Shikoni çfarë thot Shën Grigor Sinaiti: Baje kujdesin e mendjes në zemër dhe thirr pa pushim emrin e Zotit. O Zoti Jezu Krisht, mëshiro mua. Mos kërko të shohësh dritë ose ndjenja të tjera të jashtëzakonshme, por kërko vetëm praninë e Krishtit. Kur lutja të hyj në zemër, ajo e ngron shpirtin dhe mendja qëndron e qetë, e bashkuar me dashurinë inore. Shën Grigori paralajmëron kundër çdo përpjekje për përjetime mistike, artificiale. Ai thekson porosinë dhe besnikrinë në lutje si rrugë të sigurt. Pra, tham që kur lutemi në këtë mënyrë, dhe kjo është nga eksperienca e shenjtorëve shënar, ata kur bashkonin mendjen me zemrën dhe lutej pastaj zemra me anë të shpirtit të shenjtë: Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin. Këtyre shenjtorëve u shfaqe edhe drita e pakrijuar. Por duhet pasur kujdes ton shenjtorët, sepse edhe djalli fut fantazin. Kështu që ata që e ushtrojnë këtë lutje nuk duan të pranojnë asnjë lloj shfaqje, vegimesh ose fantazis, por duhet ta lënë mendjen larg këtyre dëshirave për të parë ose fantazuar dhe vetëm të kërkojnë mëshirën e Zotit. Dhe ishte një formë që përdorën në atë kohë që të bashkoj frymarrja me lutjen. Do me thënë, kur themi Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiro mua mëkatarin, ose më mirë themi Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, marrim frymë, kur themi mëshiro mua mëkatarin, e nxjerrim frymën. Kjo ishte një metodë që përdorin oshënarët, por që nuk dhe praktikohet sepse ka pasur edhe spekulime. Rëndësishme është që kjo lutje të thuhet. Shën Grigor Pallamaj, shekullit 15, thot: Emri i Zotit Jezu, kur përmendet me besim dhe përulësi, përmban në vetvete hirin e tij. Kur zemra e thret emrin e Jezuit, atëherë Krishti banon në të. Lutja e Jezuit nuk është vetëm kujtesë, por bashkim real me Zotin përmes energjive të pakrijuara. Dhe po ashtu kemi Shën Theofanin e mbyllur,
flasim shekulli i 19, edhe pse në shekujt e vonë, Theofani është komentues i Filokalisë dhe na thot: në fillim ti e thua lutjen, më vonë lutja fillon të thotë ty. Kur lutja e Isuit bëhet pjesë e zemrës, atëherë çdo frymarrje është një o Zot Isu Krisht, dhe çdo raje e zemrës është një mëshiro mua. Kjo është përvojëra e lutjes së pandërprerë që etrit e quajnë bashkimin e mendjes me zemrën, gjendja e paqes së brendshme dhe bashkimi me Krishtin. Por le të flasim përsëri duke u mbështetur tek etrit të shënar për praktikimin se si thuhet kjo lutje. Shën Grigor Palamaj thekson se lutja e Isuit nuk është vetëm një akt verbal, pra që e thua vetëm me gojë, por një bashkim mistik i mendjes me zemrën. Kur mendja zbret në zemër dhe qëndron aty me kujdes, atëherë njeriu sheh dritën e pakrijuar të Zotit. Shën Palamaj thot kjo dritë e pakrijuar është përvoja e hirit ynor që banon në njeriu e pastruar. Shën Nikollimi i Malit të Shenjtë, përsëri na jep këto mësime praktike. Ai mëson se lutja duhet bëhet me frymarrje të rregullt për të ndihmuar mendjen që të qëndrojë në zemër. Merr frym kur thua, siç thash edhe përpara, Zoti Jezu Krisht biri Perëndis, dhe nxirre frymën kur thua mëshiro mua mëkatarin. Por ai paralajmëron se kjo nuk është teknik fizike, por mjet për vëmendje dhe për qëndrim që duhet shoqërohet me pendes dhe me drejtimin e një ati shpirtëror që mos të biesh në gabime dhe në talljen e të ligut. Shën Theofani i mbyllur, shikoni ç'na thot: mos kërkon ndjenja të veçanta, por qëndro thjesht përpara Zotit. Kur zemra të ngrohet me dashuri, mos e ndal lutjen, sepse atëre lutet vetë shpirti, edhe ka për shpirtin e shenjtë në ty. Theofani e sheh lutjen e zemrës si proces gradual. Fillon me fjalë, pastaj me mendje dhe në fund me zemër kur lutja bëhet e pandërprerë. Shën Isak Siriani thot: lutja e vërtet është heshtje përpara Zotit. Për Isakun, përsëritja e thjesht e emrit të Isuit çon në isikia, në atë qetësinë e thellë të shpirtit, ku njeriu ndjen praninë e Zotit pa fjalë. Kjo është gjendja e paqes së përjetshme. Dhe Shën Serafimi Sarovit na thot: dhe ai e lutjen e zemrës me qëllimin e jetës së krishterë. Shikoni çfarë thot: qëllimi i jetës është fitimi i shpirtit të shenjtë. Çdo lutje, çdo përpjekje duhet ketë këtë qëllim. Pra, lutja e Isuit është rruga më e sigurt drejt përngjasimit me Krishtin, dhe kështu ne marrim shpirtin e Krishtit dhe bëhemi shpirt mbajtës. Niveli i lutjes së zemrës sipas etrave të traditës isiaste flet për 3 faza. E tham, lutja verbale, kur thuhet me gojë, përmes vullnetit dhe përqendrimit; lutja e mendjes, kur mendja e përthith kuptimin dhe qëndron në fjalët e lutjes; pastaj lutja e zemrës, kur lutja ndodh vetvetiu, pa përpjekje dhe bëhet pjesë e frymarrjes shpirtërore. Në këtë fazë të fundit, thot Shën Grigor Sinaiti, mendja e njeriu pushon së enduri, sepse është lidhur me Krishtin në zemër dhe lutja bëhet frymë e tij. Po kush janë frutat e lutjes së zemrës? Etrit mësojnë se përmes kësaj lutje, mendja pastrohet nga mendimet e kota, zemra mbushet me butësi dhe dashuri hynore, njeriu fiton kujtesën e Zotit në çdo çast, e ndjen paqen dhe dritë të brendshme që nuk vjen nga ndjenja emocionale, por nga hiri i Zotit. Si përfundim, lutja e zemrës nuk është një formulë magjike, nuk është si ato mandrat që thon budistët ose njerëzit që merren me okultizëm, por është shenjtërim. Ajo nuk është thjesht të thuash emrin e Isuit, po ti jetosh në praninë e tij. Etrit ortodokse quajnë lutjen e emrit, pra këto e quajnë, pra të emrit e Isuit, dhe në emrin e Isuit banon fuqia dhe mëshira e vetë Perëndis. E tha Krishti, në të vërtet po ju them, çdo gjë që kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ja u jap. Po ashtu, ky është mësimi i apostujve, dhe tek libri i Veprave të Apostujve na thuhet: në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka emër tjetër, dhe këtu ka fjalën për emrin e Isuit në qiell, që u është dhënë njerëzve dhe me anë cilit duhet të shpëtohemi, pra vetëm me emrin e Isuit. Ky emër është përmbi çdo emër, thot apostulli Pavli në letrën drejtuar Filipianëve dhe Efesianëve.
Kjo lutje shoqërohet dhe me punë. Pra, nuk do thotë që dikush do thotë unë do bëj vetëm lutje dhe nuk do punoj. Shikoni çfarë na thotë Shënil Sinaiti. Ata që refuzojnë të punojnë me duart e tyre, me pretekstin se një duhet të lutet pa pushim dhe tjerët punojnë, në realitet as nuk lutet. Me anë të përtacisë, ata e ngatrojnë shpirtin në një labirint mendimesh dhe bëjnë të paaftë për lutje. Pra, si disa thonë, po mirë, unë vetëm do lutem, jo, do lutesh dhe do punosh. Dhe lutja i jep fuqi dhe përmbushje punës. Dhe puna na ndihmon të shkojmë në lutje. Të dy janë të alternuar me njëra tjetrën, si në jetën murgjërore, por dhe në jetën e besimtarëve laik. Por le të flasim tashmë në fund të bisedës sonë për mjetin që përdorim neve për të thënë lutjen e Isujt, ose lutjen e zemrës, ose lutjen e emrit. Pra, Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndisë, mëshiro mua mëkatarin. Është traditë në Kishën Ortodokse që të përdorim një mjet që quhet kombaskin, është ky që un kam në dorë dhe shumë nga ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë, që janë pjesë e traditës ortodokse, e dinë se çfarë është ky litar. Kombaskini është një litar me nyje, ka shumë nyje, dhe në çdo nyje thuhet një lutje, pra Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndisë, mëshiro mua mëkatarin. Është një nga simbolet më përhapura në krishtërimin ortodoks të lindjes dhe vjen që nga shekullit e parë, që nga shekulli i 4. Pra, që nga shekullit e 4 na tregohet se murgjit përdonin gur për të thënë lutjet e tyre. Pra, një gur thoshte një lutje. Kështu që ata përdonin gurë duke hedhur në një tas për të një sasi lutjesh. Por, kjo ishte e vështirë për ta përdorur këtë në udhëtime dhe në çdo vend. Atëherë, murgjit pa si një sens praktik që të merrnin një litar edhe të bënin nyje dhe në çdo nyje të thonin një lutje. Tradita na thot se Shën Andonit i shfaqet një ëngjël dhe i tregon këtë mënyrë të lutjes me anë të këtij litari, por që djalli ja zbërtheli ato nyjet. Atëherë ëngjëlli i mëson se si ti bënte nyjet dhe çdo nyje ka një kryqëzim në 9 kryqe. Dhe kështu që kur e bëjnë në këtë mënyrë, djalli nuk e hapi dot mënyrën. Që nga ajo, ky mjet, që quhet kombaskini, është një nga mjetet më të afërta dhe më të përdorshme, jo vetëm për murgjit, por dhe për laikët në traditën tonë të krishterë ortodokse. Ka nyjet në numra të ndryshëm, numri 33 është një numër i zakonshëm, janë 33 vitet e Krishtit, vitet toksore, por kemi me 50, kemi me 100, 150, por edhe sipas traditës dhe nevojës së lutjes. Dhe simbolika e këtij aksesori, patjetër që ka atë të vetën, siç e interpreton kisha jon, thijet me nyje simbolizojnë ritmin e përjetshëm të lutjes në prani të Perëndisë. Pra, ashtu siç janë kokrat njëra pas tjetrës, kështu thuhet dhe lutja njëra pas tjetrës në mënyrë të pandërprerë. Ngjyra e zezë na tregon pendesën, pra që neve duhet të shkojmë tek Zoti dhe ta themi këtë lutje me pendim. Kryqet simbolizojnë atë kryqin e Krishtit për shpëtimin tonë. Kombaskini përdoret kryesisht për të mbajtur ritmin e lutjes dhe numrin e lutjeve që ne mund të themi. Ai mban vëmendjen dhe përqendrimin e duhur dhe na ndihmon që nëpërmjet dorës të kujtohet mendja dhe si them mendja dhe goja të thon lutjen e Isujt. Kjo pastaj, siç thash, zbret në zemër dhe aty është shpirti i shenjtë që lutet bashkë me shpirtin ton me ta lutjen pa pushim, që sipas traditës të krishterë ortodokse dhe sipas jetës murgjërore, ka murgjër të cilët arritën në këtë praktikimin e kësaj lutje kaq shumë sa ata e thonin edhe në gjumë, që edhe kur flinte pjesa e trurit, shpirti nuk flinte dhe e përmendin këtë lutje në mënyrë të pavetdijshme dhe në gjumë, sepse shpirti i shenjtë tash lutej me shpirtin e tyre duke plotësuar atë fjalë të apostullit Pavli, lutuni pa pushim, dhe apostulli Pavli e tha këtë të ndriçuar nga shpirti i shenjtë. Në murgjërinë ortodokse tradicionale, kombaskini konsiderohet si një armë shpirtërore dhe ndihmon në luftën kundër mendimeve shpërqendruese
dhe që na i sjell i ligu, por dhe që na shpërqendrohet nga fantazia jonë dhe e çon mendjen tek Zoti Jezu Krisht. Kur hirotetiset një murg në kishën tonë ortodokse, i jepen 2 mjete për të luftuar, i jepet kryqi, i jepet edhe kombaskini. Mirë është që çdo i krishter ta ketë me vete këtë mjet, por nuk do ta marrë si hajmali, sepse unë shikoj që e blejnë kombaskinin, mund ta gjejnë në një kishë lokale, në për manastire, dhe e marrin dhe e vënë në dorë si bizulik dhe e shikojnë si fatësielëse. Jo, kombaskini nuk është një bizulik fatësielësh, pra nuk është një rit magjik, por është një mjet. Dhe vetëm ai bëhet mjet shenjtërues kur na çon tek lutja. Prandaj, në qoftë se ne marrim kombaskinin, e mbajmë vetëm në dorë, ai nuk ka asnjë funksion. Ashtu si mund të mbash edhe shkrimin e shenjtë, por nuk e hap asnjëherë për ta lexuar, ai nuk ka asnjë funksion. Është një kasafort e mbyllur. Shën Johani i Shkallës na thot për dobin që ka kur përdorin kombaskinin duke u lutur. Sepse ai na thot ju mund ta kamzhikoni armikun tuaj, pra djallin, dhe tundimet me emrin e Isuit, dhe nuk ka armë më të fortë në qiell ose në tokë, se lutja Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiron mua mëkatarin. Prandaj është mirë që ta përdorim lutjen Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiron mua mëkatarin, siç e filluam në fillim me këshillën e shën Serafimit të Sarovit, por mund themi dhe lutje tjera të shkurtra e përmbi shenjtë ylince shpëtona, ose lavdim ty o Zot, lavdim ty. Pra, lutje të shkurtra që ne i themi në mënyrë ritmike dhe shpesh. Prandaj, kombaskini ta shikojmë edhe si një litar mistik, që kur ne përdorim është sikur Zoti na tërheq nga gropa e botës së mëkatit drejt shenjtërisë, hynizimit në ngjasim me veten e tij. Amin. Pra, kështu të dashur të krishterë, nuk mund të themi dot se neve nuk kemi kohë dhe mundësi të lutemi me lutjet e kishës. Shën Serafimi, që është mendimi i gjithë etërve të kishës oshënar që nga shekulli 4 dhe deri më sot, dhe deri në fund në ardhen e 2 të Krishtit do jenë këto mësimet të kishës sonë ortodokse, që ne mund të themi edhe këto lutje të shkurtra. Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, mëshiron mua mëkatarin, ose përmbi shenjtë ylince Mari shpëtona. Dhe këtë lutje mund ta themi kudo, mund ta themi kur jemi në kishë, kur jemi në shtëpi, kur jemi në rrugë, kur jemi shtrirë, kur jemi duke udhëtuar, ku mund ta themi zgjuar, mund ta themi edhe në gjumë për ata të cilët e kanë praktikuar shumë këtë lutje dhe kjo është bërë lutja e zemrës. Mjafton kjo lutje dhe kjo mënyrë që jo vetëm do të na shpëtojë siç edhe dëgjuam, por do të na shenjtërojë. Amin. Edhe një herë. Love the Lord.